Si të quajnë? Duk Muço, Zoti Kryeministër, në njohjen time, Po? prej kohësh, i them nisur nga fakti që ka thënë vetë analfabet funksional. Unë them integral, në shtuar. I ka pjesë të administratës që kanë përfunduar në këtë masakër, apo krim, në të gjitha parametrat, që po ndodhë dhe ka shqetësuar gjithë zonën dhe gjithë qytetarët, qoftë të Republikës, nga ai realitet që ka krijuar vetë kjo administratë që nuk ka marrë në konsiderat asgjë më të vogël. Nuk them që është çështje parash, por ka një gjë. Në elementet teknikë zotërin folën dhe do flasin dhe të tjerë që i respektojnë mendimin e tyre, sepse është kontribut i gjithë shqiptarëve një njeri që ka një personalitet apo një dignitet profesional që t'ia çojë dhe kryeministrit, siç po ja çojnë dhe tani. Ujë pishëm dhe ujë sanitar. Këtu nuk ka ndarje. Ato ujë sanitar ta marri atje Buzdetit dhe ta shkëlqyzoj. Pjesën tjetër çfarë mbetet tepër, atëherë do mani se ndalon njëri dikë për të marrë. Megjithatë, me që jam të analfabetë funksional që ka ngrënë këtë problem, kaq të madh, me rreziqe të pafundme, mendoj se duhet ta marrë në konsiderat sepse administrata është shpirti i shtetit. Dhe në këtë rast kur ka gabime, ai që është në krye e korrigjon atë dhe ka të gjitha mundësitë. Në qoftë se kokëforcia për shkak të shkaqeve të ndryshme do të çojë që njerëzit i përplasi, atëherë kush do jetë arbitri në mes? Nuk ka asnjë arsye dhe reagoj me forcë të madhe që të krijohet anarki. Shteti ka tjetër detyrë. Ju faleminderit. Faleminderit.